E pra të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish së bashku për të komentuar pak të marrëdhënien të Mateos dhe të Brikenës. Mateo është me 37 temperaturë, do me thënë është me virus. Dhe Brikena po I qëndron te koka, është ulur në dhomën e gjumit pranë krevatit të Mateos. Tani Brikena gjatë gjithë kohës thot që unë nuk kam lidhje me ty dashurie, unë nuk kam emocione për ty, unë nuk jam e lidhur me ty, unë nuk ndjej për ty, unë ty të kam thjesht si shok, por kam pëlqim. Por gjatë kohës që po qëndronin të dy, që Mateo është I shtrirë në krevat dhe Brikena kujdeset për të, I matën temperaturën, mundoj që t'i jap ndonjë bar, Mateo e përqafon po në mënyrë dhunuesi me thënë drejtën. Dëshiron që t'ja merr puthjen me zor. Tani, Brikena nuk është e larë nga kjo gjë, sepse Brikena, gjatë gjithë kohës duke qëndruar te krevati, është duke e provokuar Mateon sepse ka nxjerr gjoksin e saj dhe I shkon në fytyrë, e provokon, I qeshet, I qëndron afër, ndërsa në anën tjetër thotë që unë nuk dua të më puthësh, por nuk I largohet nga ty. Tani Mateo tenton që ta puth, sepse normalisht është mashkull, tani kjo e provokon, logjika e Mateos shkon thotë a ma provokon mendjen, a është gati për ta puth, a çfarë ndodh me të, ndërsa Brikena e provokon, I qëndron afër, e përqafon, ja ledhaton kokën, e prekën nëpër trup, por nuk e toleron që ta puthën në buzë. Unë e shikoj që Mateo është shumë gati për ta puthur Brikenën në buzë, por në të njëjtën gjë edhe Brikena është. Do me thënë sonte si asnjëherë më parë, Mateo është shumë I zjarrt në raport me Brikenën dhe e kafshon, e puthën nëpër duar, e shoh që ja ka bërë komplet duart zi, do me thënë duke e kafshuar, dhe kjo tregon që ai është tepër I ekscituar shpirtërisht kundër drejt saj. Ndërsa Brikena normalisht I di këto gjëra shumë mirë, por I pëlqen kjo qasja. Tani, Brikena është duke bërë këtë vajzën e fortë, do me thënë nuk e toleron Mateon që ta puthën në buzë, por e toleron që ai ta kafshon, që ai ta puthën nëpër qafë dhe duke e provokuar në mënyrë të këtill një mashkull, normalisht duke ti mos e lejuar ai të delë si një njeri përndjekës apo të delë si një tip përdhunues kundër drejt teje, që unë e di shumë bukur që fansa do ta nxjerrin si tip përdhunues. Ndërsa komplet këtë provokimin e bën Brikena, dhe tani që po komentoj këtë gjën, Brikena qëndron e ulur, do me thënë I afrohet, ja afron pothuajse gjoksi në fytyrë më Mateos, edhe ai vazhdon duke u munduar që ta kapën, ta puthën, edhe pse nuk është një e kapur realisht normale, por e shoh Mateo që është shumë I ekscituar kundër drejt Brikenës, do me thënë e ndjen jashtëzakonisht shumë në shpirt për ta bërë këtë veprimin, sepse edhe kjo e provokon. Unë mendoj që Brikena ka frikë dhe nuk është e sinqertë me veten. Në momentin që Brikena do ta pranon që ka një ndjenjë të vërtet me Mateon dhe ka një emocion dhe ta toleron Mateon që të bën atë veprën si një mashkull kundër drejt një femrës, unë mendoj që do të jenë një çift shumë I dashur, por e bëra këtë videon për ta sqaruar sepse javë më parë Mateo u kryqëzua nga publiku si një përndjekës, si një përdhunues, si një dhunues kundër drejt një femre gjasme e kapte me zor, por sonte e pash qartazi që edhe Brikena e provokonte, do me thënë edhe ajo e do ta përjeton këtë gjën me Mateon, por s'di si ta merr sepse janë dhe kamerat, ka dhe ndoshta dhe frikën të familjes, por e toleron që ai ta puthën, ta kafshon nëpër trup, por edhe Mateo, do me thënë, është jashtëzakonisht I zjarrt. Unë te ky çift shoh dashuri, por nuk është kjo dashuria që e lejueshme nga ana e Brikenës, do me thënë është shumë e rëndë për ta menaxhuar. Si e shikoni ju këtë marrëdhënie që ndodhi sonte, teksa Brikena I vizatoi edhe një zemër Mateos në dorë?